Zoti na fton nëpërmjet fjalës së tij që neve të vijmë tek Perëndia përmes Jezus. Na ftohet gjithashtu që të kuptoj, të arsyetoj. Tek Veprat e Apostujve aty sillet shembulli i beranëve, ishin disa besimtarë në një zonë kur ishte pali duke udhëtuar. Ata e dëgjuan palin me kujdes, por çfarë bën tjetër? Ata morën shkrimin me atë çfarë pali u predikonte atyre dhe shqyrtua. Pra të kuptonin vetë që ishte fjala e duhur, e sakta. Që po vinte ishte me të vërtet nga Perëndia. Perëndia na ka krijuar me aftësinë për të arsyetuar, për tu ndërgjegjësuar, le të themi, për mënyrën për të zgjedhur, për ta shqyrtuar fjalën e Perëndisë ashtu siç duhet. Perëndia nuk ka frikë, nuk tundohet, nuk tutet, nuk trembet, nëse neve do të marrim që ta shqyrtojmë fjalën e tij. S'ka problem, ai atë do më shumë.